Përshëndetje dhe mirë se vini në Pun, programi televiziv më i shikuar në sistemin diellor, ku garuesit tonë do të mundohen ta bëjnë atë që nuk e ka bërë askush deri sot, ta gjejnë vend pune. Sfida e sotme, e cila ju pret juve, quhet Krenaria dhe paragjykimi. Dhe është i bazuar në padrejtësinë më të madhe që na bëhet neve çdo ditë. Jo nuk është fjala për vizat, është fjala për paragjykimin. Paragjykim kemi në çdo situatë në cilën gjendemi. Qysh e ki emrin, prej kahit je, kënd e ki daj, qysh po dokësh, sa e gjatë, sa e holl, sa e trash, çfarë ngjyre të kaftës i ki dhëmt. Mbi të gjitha, luku është ajo që shumë shpesh e përcakton edhe se si kanë me na paragjyku njerëzit. Për shembull, mundesh me qenë shumë njeri mirë, po për shkak se ki mjekër, njerëzit kanë menduar që je terrorist. Në anën tjetër mundesh me qenë terrorist, po për shkak se i vesh me Hello Kitty, kërkush nuk ka me dyshuar ty. Dhe për këtë arsye, ne gjithë bashku sot kemi me shku në Benetton, ku gjithë keni me zgjedh mënyrën se qysh keni me u vesh, edhe kemi me ardh para juris, e cila ka me ju paragjyku në bazë veshjes juaj. Pra nuk ka me fol, nuk ka pyetje, nuk ka përgjigje, vetëm pamja ka me qenë ajo në bazë cilës keni me u paragjyku në mënyrë shumë të padrejtë. Kështu që po vazhdojmë me njerë të shkojmë në Benetton. Tash, Berfida, Arjeta, Fitoria, Donika, Bunjamini, Avdyli, Zeqa dhe Nimani kanë vetëm 45 minuta për të përzgjedhur veshin që e përfaqëson më së miri personalitetin e tyre. Ndonse ata veç po duken si djemë dhe vasha të mira, madje edhe të pavajshëm, të shohim se çfarë përshtypje duan të lënë juris kur të njoftojnë për herë të parë varësisht prej veshjeve që i zgjidhin. Me taka apo pa taka, kjo është dilema e përhershme e Arjetës. Avdyli ka vendosur me provu secilin send mundshëm, ndërsa Zeqa po mundot me i ram fije se qysh do të me udok si një djalë i mirë. Kurse për fitoren, sfida më e madhe si duket është me gjetë numrin tamam për teshat që ka përzgjedhur. E kam zbulu një send të vetja që në rast se duhet me zgjedh diçka për shpejti, muj me ja dalë edhe mos me pas probleme më ndaj. Tash nuk do të thotë pse jemi tu e bu një xhirem ose në tarë me diçka tjetër me ndru komplet. Jo, unë jam kjo në qitë mënyrë personifikuna para tjerë dhe kështu më njohen. Veshën e kom zedhë sa ma ka thjeshtësia, jam shku sa ma thjesht, jam munu, ashtë më mirë. Po në rrupa që i kom zedhë, nuk e kom prezentu vetën. Kom pas tendencë fillimisht me marrë diçka pak ma serioze, me dajtë ma serios para juris. Mirë po une nëse veç rastisht kishë ndodhë me u pëlqy prej juris dhe me marrë punën, nuk isha vesh ashtu 365 ditë vitit. Me këto tesha kum dash me kallëzu Merfiden, qysh është jashtë, qysh është gjatë xhirimeve, gjithmonë të erujt karakterin që e kam. Duke qeni përdresht, shumë i mequr Nimani si zakonisht ka gjetë një zgjidhje të shpejtë. Ka vendos me i këshirë manekinet dhe të veshet komplet qysh është i veshun ky manekin. Si jurist i ardhshëm, Bunjamini duket se ka marrë me seriozitet qarshjen dhe padyshim që do të bëjë një zgjedhje shumë serioze. Jemi mundu me bëj një përzgjedhje paksa elegante. Unë fillova me përzgjedhjen e teshave duke parë fillimisht ato fare reklama që kishin qitë atë. Duke ditur se ato të cilat i kanë vendosur në reklama janë edhe gjëra që shkojnë së bashku. Shumicën e kohës veshna sa ma thjesht, më një sa ma komat që ajo për më marrën siko. Këto tesha për karakterin tem thojnë se unë mundohem dhe jam si personalitet serioz, i përpikt, ndoshta edhe pak elegant. Garderoba jam flet për pozitën ma zyrtare. Veshja të rëga një karakter pjesërisht, në ju menu me përshtat ata që e kam. Përshtypja e parë me pak fjalë. Aftësia për të ardhur në një konkludim të shpejtë duke u bazuar vetëm në pamje ka qenë më së nevojshme për njerëzit që të mbijetojnë për mijëra vjet. Ky mekanizëm mbrojtës fatkeqësisht sot na sjell mjaft të lashe.
Me gjithë diskriminimet e përditshme që i bojmë bazë pamjes, nuk kemi shpëtim as kur kërkojmë punë. Statistikisht, në botën e padrejtë korporative, kandidatët që duken mbi peshë, më të shkurt, më të vjetër apo më të rinj, janë më të diskriminuar, e për femnat diskriminimi është edhe më i thellë. Duke pas parasysh që vështirë është me ditë se çfarë shije kanë intervistuesit, më mirë është me shkumë sigurt. E bardha në veshje jep përshtypjen e pastërtisë, pedantrisë dhe organizimit. Veshja me ngjyra më të qelta, më të buta, edhe pse krijon pamje shumë miqësore, ka mungesë autoriteti. Sa më e lartë që të jetë pozita e punës që synon, aq më të errta duhet të jenë edhe ngjyrat e veshjes. Nuancat të mbyllta të së kaltërtës, së hirit, por edhe zeza, janë ngjyra që më së shumti të japin frymën e pushtetit, vetbesimit dhe vendosmërisë. Në rast se puna cilën po e kërkon nuk është shumë formale, ngjyrat e ndezura mund të japin karakter më të gjallë dhe të arreshëm. Përveç veshjes, ndikim të madh ka edhe qëndrimi. Krusja, kratë poshtë, lëvizja pa ndalur e këmbëve të bën të dukesh shumë ciklet. Pa dhe rahatimi të tepruar në karik me këmbë i këmbë të bën të dukesh i painteresuar. Drejt si pip është ajo që preferohet. Në përshtypjen e parë shumë rol luan edhe vetë qehrja e fytyrës. Sa më buzëqeshur që të jetë fytyra, aq më i afërt na duket personaliteti. Vetullat poshtë, karakter dominant. Vetullat lart, karakter më i nënshtruar dhe i dëgjueshëm. Me fjalë tjera, intervistuesit kanë qejf me të paty siç ata e shohin veten, përndryshe të shohin si të huaj. Ti duhet ta lësh përshtypjen që e një prej tyre e jo rrezik për kopën. Jemi kthyer në studio pas ekskurzionit që e patëm në Benetton për t'i veshur kandidatët tonë. Dhe tash në mesin tonë është edhe juria, e përbërë nga juria rregullt, duke filluar me Arben Avdiun, partner menaxhues në Arizona Partners, Linda Shralja, drejtoresh në Data Project Electronics, dhe juri mësafire për këtë epizod është Valdet Deqani, partner menaxhues në Alba Ceramika. I ftoj garuesit që të vinë në skenë për të parashikuar në mënyrën më të padrejtë të mundshme. Janë 10 pohime, cilat disa i kanë thonë garuesit tonë gjatë intervistës, disa prej tyre janë fiktive. Çka duhet juria me bo është me ja qëllu kush po do këtë që i ka ato kualitete. Se cili pohim ka pikë të ndryshme, po ka dhe pikë negative. Nëse është diçka negative, ka minus pikë. Nëse është diçka pozitive, ka plus pikë. Për shembull, shkojmë me të parën, gjëja që më shumë ti e bën nervoz një apo më shumë nga garuesit tonë është padrejtësia. Ky pohimi ka plus 1 pikë. Tash ka më intereson mu me ditë është cili prej këtyne, ma shumë se një mundet me qenë, po duket që i pengon padrejtësia. Po unë të unis Bunjamini edhe Nimani, po më doken si persona të cilëve i pengon ma shumë padrejtësia. Kjo mendimi imi personal. Për arsye se janë vesh dhe drejt, kravatën e ka vendos drejt, dhe duken kështu më mirë. Mu po më duket që gjithve ju pengon padrejtësia. Kjo është paragjykimi jam për ju. Unë e kam i avdhon ka një pikë shtu për fillim. Apo shkojmë pra me ka një pikë për se cilin? Okay. Shkojmë për ka një pikë. Shkojmë me pohimin numër 2. Një nga garuesit, në moment afekti, e ka thy tastaturën e kompjuterit në vend pune. Ky pohimi ka minus 1 pikë. E ka thy tastaturën e kompjuterit në një moment caktuar. Po, ka qenë nervoz, edhe që ashtoj ka shprejtë e thy tastaturën. Unë jam për këtë djalin, se pa të emri me iskuq, me gjemper të kush nuk pja shuaj me emrin. Abdyli. Abdyli. Nështë që ta edhe kam shef emrin. Abdyli. Ja, Abdyli, jo. Jo, Abdyli, jo. Ta unë punë Abdyli. Abdyli, jo. Unë jam për advajzen, emrin e asaj nuk pja shuajmë. Merfida? Po. Unë po mendoj që Arjeta e ka thytë. Arjeta? Pse ka dorën e lida? Arjeta po mduket për më shef dorën. Edhe kështu që paragjykimi jam është që për shkak tastaturës e ka lëndu dorën. Arjeta e pas ka thy tastaturën. Krejt po pajtoni për Arjetën? Po. Unë e kam rezerva, po pi bashkona shumicës. Arjet, minus 1 pikë për ty. Arjet. Ja kena qëllu? Po hap me kry ose më ha nëse ka ndodhë? Jo. E pa drejt është jeta. A po me ditë kush e ka thy tastaturën? Jo, në fakt, nuk është asë njëri prej këtëne kandidatëve. Ka qenë kandidat tjetër. Po ka ndodhë. Okej.
Padrejtia. Një apo më shumë nga garuesit din me fol spanjollisht. Një ose më shumë. Njeni për kandidatëve duhet me qenë femën. Garant, jam shumë e bindën. Po pajtona. Për shkak se shumica e vajzave të reja të na e kanë mësu gjuhën edhe që mendoj që është shumë mirë që kanë mësu spanjollishtën të këqyr telenovela spanjolle në për televizionet tona. Dhe mirë është me ditë një gjuhë, të huj, 2 e 3, pse jo edhe spanjollishtën. Shtu që mendoj që kandidatët, në mesin e kandidatit që din spanjollisht është kandidati femën. E tash hajde një mam një Thu që mashkujt s'kanë këshyrë serialja? S'kanë këshyrë mashkujt serialja? I kanë këshyrë, por nuk janë mundu me mësu gjuhën. Atëherë, një apo ma shumë? Po vendosëm për Arietën, për shkak duke saj si... Tash për spanjolle, më tani mja këthy pikën që ja morëm një minusa. Jo, po duket si spanjolle, a? Po veç pyetja kje për gjuh, jo qysh po doket. Okej, po na duhet diku mu Do shta do të me qetë dikon që doket thuti ka najtë në shpetën kohën edhe s'ka pas qa me bo dhe ka këshyrë krejtë serialet. E na zgjedhim një ama shumë. Ju zgjedhim një femër, një mashkull. saktoni sa kandidat. Arieta një. Po pajtona. Mendoj që edhe një mashkull. Po edhe një mashkull për zgjedhim. Që pa të emrin, Avdyl. Unë po mendoj që edhe Avdyl je flet. Spanjollisht. Ka mundësi. Se ka këshyrë seriale. Arieta, Avdyli. Kam su. Edhe një femën, që edhe pilojmë për shambull Donikën. Donikën. Po. Plus ka një pik shkon për Arietën, Avdylin edhe Donikën. A mundeni me ngrit dorën kush din me folë për një me spanjollisht? Një apo më shumë nga kandidatët tanë aspiron poste të larta qeveritare. Është fjala edhe për kryeministri. Plus 2 pikë për dikon që pëdoket që ja kam sy në altë. 2 pikë për visarin, kjo pëllim mu bu kryeministër. Ka me fitu në krejtë. Unë jam për Bunjaminin. Unë jam ma shumë për Zeqirin edhe për mbrapa në rendin. Është një ma shumë, visarin? Një ose më shumë? Nimanin. Unë jam për Zeqirin dhe Nimanin. A dijet pse? A është qehrja? Po Nimani Apreshja? po ka tendencë me i majtë dur të kështu një farë pozicionin mbrojtës, vetë mbrojtës edhe ma ndej në qeveri kur del duhet më mbrojtë shumë. Që kjo ke. Po i vetëmi me kravatë është Bunjamini. Do të thotë që ka tendencë për poste qeveritare, ka edhe afinitet me siguri. Unë menoj që edhe Donika ka aspirata mu bo kryeministreshe Kosovës, po menoj, ka edhe Arieta, po edhe me Fida, sigurisht, se tona janë të gatshme mu sfidu e mu bo kryeministër për një me duhet mu ballafaqu me Fida. Po nuk është me kush janë gatshme. Edhe unë menoj pse mi përjashtu asnjë këto kandidatet veç me 2 mashkuj mi Unë jam sigur që 8 prej kandidatëve janë shumë të përgatitën për postin e kryeministrisë se kreç ka kemi pas njësot. Nuk ka mirë mi lidh dur se atë energjin pozitive, do më thonë e nalt për veti, edhe menoj që ambicet e këtyne trive janë mu bo kryeministër për popull, edhe jo mi majtë durt. Mi majtë për veti energjin. Njeri njerë bëhet kryeministër për veti, tani për popull. Visar na tjetën për ty që jetë janë të kandidati. Menoj që këta e në tjerë. Jo me sigur që krejt që në të gatshëm, po dikush e ka shprej prej tëre si qëllim që ja ka synu qoftë ministrive, qoftë kryeministrisë. Okej, do në përmenaj atër përshkuj me Benjaminin. Benjaminin, po. Apo pajtoni të ka qitë kravatën, këmisha, kravata. Po, unë bënd. Po. Valdet? Bunjamini, Zeqiri dhe Merfida. Atëherë, Bunjamini, Zeqiri dhe Merfida fitojnë nga 2 pikë për aspiratat e tyre në postet të larta qeveritare. Shkojmë me pojimi numër 5. 2 nga kandidatët, njëherë e ka re motrën ose vllanë, qëtë sa me bo për spital. Kjo është -2 pikë për shfaqje të dhunës brenda familjarë. Kështu që 2 veta Unë nuk dhënë mendoj shumë që asë një familje. kandidat e ka rej motrën nëse vlanë me bo për spital.
One po mendoj që S'kena ndigju lajme. Jo, s'ka mbri në lajme, që kjo konë qesi i rasti që s'ka mbri as në lajme. Se i ka kërcnu tani edhe gazetarët. Unë mendoj që s'ka asnjë. Shikoja ato ftyrat e pafajshme. Prapa kësaj pafajësie fshihet diçka tepër e dhunshme, që po pret të pëlqet. Ana është një shkelma një shupjak veç me bo për spital, jo. Ai tash, mundet me ndonë që vish kleçkën ja ka qitë edhe ka ra me ftyrë. Ka qenë aksident, me siguri. Aksident, natyresht. Normalisht. Ka njerëz dhunshëm këtu, ka. Arjeta qakin dorë të staturën se ke thyrë. Mirë po vën që për më shqip dorë. Vështirë. Jo, juria s'ka përgjigje. Mendoj që asnjëri prej kandidatëve nuk e ka rri motrën nëse vllaun me qenë në spital. Vështirë. Mirë, po gara është e bazuar në padrejtësi dhe një padrejtësi duhet të ndodhë sonte. Është e vërtetë që ata lind, në këtë pyetje refuzojmë. Si juri mu përgjigj. Qoftë kemi drejt. Nuk Refuzimi. ne, po e pranojmë, pra. Po e pranojmë. Mirë, pra, pështun 8 kandidatët pa i hup 2 pikë. Shkojmë me pojimi numër 6, një nga garuesit është akuzu për vjedhje votash. Hajde, Sash. Jo që i kanë vjetë këta, po nuk i kanë shti. S'ka ndodh për një me, po e kanë ngatru, që ashtu ka qenë në rasti. Dyli ka mundësi, ja? Avdyli. Vetëm që të regoj, kjo është minus 1 pikë. Tu këshyrë seriale nuk ka mujtë. E meriton. E meriton. Këtë pikë e meriton. E meriton me a hek një vota, një poen. Unë Arbeni po të akordohem. Mja montu. Shumica këta dy... Këta dy po pajtohen. Po pajtohen. Fajt Lind, Abdel. Edhe të thojsha, minus 1 pikë për Avdylin. Atëherë shkojmë me pohimi numër 7. Një apo më shumë nga garuesit ka apo është duke studiuar 3 fakulteta për njerë. A është e vërtet kjo, apo është për usi tjetër? Është e vërtet. Një ose më shumë është në 3 fakultetat njëjtën kohë. Vonë ma shumë se një. Janë 3 fakulteta. Së është e thonë, mundet me konë vetëm një. Mundet me konë vetëm një? Mundet me konë vetëm një. Ta shëse ja merë me që prej, na kemi qillu në 8 veta që... Në 3 fakultete. 3 fakultete për njëjtën kohë për studiat. Unë kësha thonë, mi shtim punë me njëherë. Arjeta, Bunjamini edhe Nimani. Ta 3 unë e ku mendimin njoni nga këta. Lind, që po ta merë me? Ama heso ka ma merë Heso me da. Po. Edhe Bunjamini ka që e mu bu kryeministër. Qysh tash kjo po më këthen mrapa ambicia, është ambicioze, ka shprej që ka që e mu bu kryeministër. Por mu është fitoria. Donika... Edhe? 3 veta po ja merë me që me ka 3 fakultete? Po jera po provojmë i qëllu. Po Këtu provojmë. me qëllim? Por mu është fitoria dhe Zëqiri. A në një kohë me qëta, okej. Ado në thash. Fitoria dhe Zëqiri. Pajtona të Hajde. zgjedhim një mashkull në Ajde, femë. ban. Bukur, po pëlqen. Atëhere, me ka plus 2 pikë, Fitoria dhe Zëqiri. Fitoria dhe Zëqira, bëni me kry nësë është e vërtet? Zëqiri, a? Bravo, Zëqiri, Zëqiri. po. Numër 8, se cili prej kandidatëve ka thonë që nuk ish korruptu vetë, po njoni ka thonë që nuk e ka problem, njoni apo njëra, që nuk e ka problem me e korruptu dikon tjetër. Tash, kisha dash me diskutu me juve se këtu e kom të shënu me une plus 3 pikë për gati shmërin me e korruptu dikon tjetër. Mirë po, a është plus a minus? Qa po jam mërmendja? Për dikon që doj me shtim pun, a është tipari mira i keq me kon në gjenje me korruptu dikon tjetër? Propozimi jam është minus 3 pikë. Minus 3 Po pikë? menaj, për shamull. Po që unë i kam edhe kolegë këtu. Do është në vend fjallës korupcion, ma mirë është me përmend stimulim. Do më thonë për me arrit qëllimin, jo në atë aspekt, po për me arrit qëllimin që i caktohet kandidatit për me kry një punë, a i zgjedh disa mjete. Në disa rastin, qofse është nevojshme dhe stimulimi për me kry diçka, atër ndoshta e përdor. Qofse e marim këtë aspekt, atër mundet me qenë pozitive. Jemi të folë, kur duhet edhe Mirë, po në qofse një zyrtarit diku Ajo nuk mbush gjepin është pak. për plus 3 pikë, asnjëherë.
është për minus 3 pika. Për minus. Është gjithsesi pajtonat që është për minus 3 pikë. Minus 3 pikë do të me pas. Atëherë minus 3 pikë po e bojmë. Cili prej kandidatëve është i gatshëm me korruptu dikën? Një zyrtar në komunë, ndoshta? Kom rezerva në këtë pyetje edhe se peqenim një kutit Pandorës tash nëse kjo na del edhe na pejdim, zgjedhim dikon që mendojmë që është i gatshëm me korruptu edhe që është në mesin e këtyre kandidatëve, do më thonë, na kemi problem që tash. është problem i madh. Po i madh. Po pajtona që është problem i madh, mirë, po dikush duhet. Mirë, po mirë është marrë minus pikë me gjetë atë dhe ai me siguri përmirësohet. Nuk është që e ka bo. Pasi është minus pik, 3 pika, kërë minus 3. Minus 1, 3 pik, na pi marim. Që të minusat? Faleminderit. A bajnë? Linda, po bajnë. Seriozisht e kam. Atëherë, po tonë se cili... Nuk kam kanë me nominume që... Na pi marim të Na pi marim. minusat, të nësë pija villojmë. Askush. Një apo më shumë kanë deklaruar se do të alenin vendin e punës në rast se do t'ju kërkoj t'i shkelin të drejtat e punëtorëve tjerë. Po edhe këtu unë jam për Zeqirin, njëri prej kandidatëve. Ke di pse unë kam një përshtypje për Zeqirin që është shumë, po mendoj që është shumë i drejtë. Jo veç pse është në 3 fakultete. Qysh po mundet këtë në 3 fakultetet jetën ko? Nuk ka letë. Zeqiri po irritohet kur ti pi bën çdo pyetje. Pajtohem për Zeqirin gjithë. Zeqiri. Dikush tjetër apo vetëm Zeqiri? Zeqiri? Bravo. Mendoj që shumica kishin reagu ashtu, po mendoj se cili jemi human, jemi njerëzor. Sfida tjera kanë me qenë shumë atë drejta, kjo e sotit për shkak se është e para, kemi dasht me bo qëllimisht shumë të pa drejt. E di që po ndjen e keq, po që ashtu do të. Unë jam me shpeshtimin dhe Donikën, për shembull. Ne bojmë një farë para speshe. A bën? Ka mundësi, po. Pra po pajtohet juria për Zeqirin dhe Donikën. Pa drejtësia. Pa drejtësia. Edhe... E visar s'na tregove a qëlluma, kush ke kandidati që e kishë lëshu punën për pa drejtësi? Muj me thonë që ata kanë thonë shumica. Shumica. Okej, mirë. Ka qenë aksident, njërit prej kandidatëve i ka ndodhë me e harun zemsën lëshut në një zyre ku ka qenë të bo praktik, edhe është djega jo zyre. Për shkak të ati aksidentit. Sa në që ndodhen? Sa kandidatëve ju ka ndodhë? Është vetëm një kandidat. Vetëm një kandidat. Mirë, shumë që jo vetëm një kandidat. Problem. Shumë problem. Ma ke qëtë që nuk mundër me mbrojt vetën. Unë e mendoj që një mani. Unë po mendoj që një mani. Qaqë shumë pa kujdesshëm me harru në zemsën edhe medalje dhe me kallë zyren, falë problem. Po kuptoj me dertë kafën, mos me nalë dritën, pe kuptoj veç bashkë në zemsën, milion dhe dhe medalë. Siguri ka pas farë. Abdullah Gilon dhe në zemsën. Okej, mbasi Arbeni i vetëmi është që po shprehet. Në këtë pyetje atër, na do të pajtohemi me Arbeni. Pajtoni me... Nimani. Arbenit, për Nimanin. Minus 2 pikë për Nimanin, a? Pse, bre? Pse, Niman? Bashkë po do këtë që je vesh kështu si njeri regull që s'haron në nëzëmë se lëshut. Nuk po do këtë njeri pa kujdesshëm. Po mirë, kjo vetë tregon që parazgjykimet dëmtojnë. Pikrisht. Parazgjykimet dëmtojnë. Parazgjykimet dëmtojnë edhe nuk janë. E vërtet është që asë njoni prej këtëre nuk i ka ndodhë kjo, kështu që krejt zyret janë mirë, pa asë një dëm. I vetëmi dëm që ka ndodhë këtu është një minus 2 pikë shten Nimani, për shkak se e kalon qatë përshtypje të një njerit pa kujdesshëm. Tash jenë minus kështu që të falët nëse e len. Unë jam i sigur që Nimani ka me i kompenzu këto pikë në sfida tjera që vinë VM, kaq ishin pohimet që kemi pas na. Dhe pikët deri në këtë moment
janë si në VM. Fitoria e ka 3 pik, Bunjamini 3 pik, Nimani minus 1 pik, Niman, kemi punë. Arieta 1 pik, Merfida 3 pik, Avdyli 1 pik, Donika 4 pik, edhe fitusi i kësaj gare të sotme është Zeqa me 7 pik dhe 3 fakultete. Atëre po çmimi që e ka fitu Zeqiri në këtë garë është një kupon vlerë 200 eurove në butikun Benetton në Prishtinë, kështu që Zeqiri mund është me shku edhe mja pa hajrin 3 fakulteteve. Dikush me lonë nxemjen shut, edhe tonë konë pëshur ke mu, tash okej, pëse bashkë direkt, e dita që nështë ta qatë të vlerësim ka me ma jep mu, po... Abdullah Gilo dhe nxemse. Mas interesanti mu duk kur kanë mendu se në fillim se Avdyli e ka djekë zyren. Benjamini duket si tip nervoz dhe nga nervoza mundet me mshej degen se shpejt e me ik, mund ta kishte harru dhe nxemin, i shut. Njani prej antarëve të jurisë më thanë fillim, o dash me dalë në ranin e parë edhe mu vrejt, ma tepër. Ka përsh nuk është me rëndësi me qenë në ranin e parë, me rëndësi është me kone mirë edhe herë do kur do, i mirë e është i pare. Paragjykimin e vendosjen e durëve në këtë pozitë kështu. Po ka tendencë me i majtë durët kështu një farë pozicionin mbrojt. Sipas tyre, kjo është mënyra në të cilën ti je duke mbrojt veten dhe mendon më shumë për veten, një farë forme si egoist. Po ashtu në një mënyrë dhe pak si shthurë duke harruar që termën vëjzë dhe me këtë rast në paragjykum. Për testatur, kur më kam thonë mu që ndoshta unë e konflikt testaturën. Arieta qakin dorë. Nuk e di çka i ka stocuar dhe kjo nuk u kon mirë. Është një mësim i mirë për të tjerët, që në të ardhmen të mos gjykojnë duke parë njeriu nga jashtë. I 4 fakultete ku ka i meqëm edhe i bën kitë senët. Menoj që më ka pengu pak që je nisë për qasaj. Në fakultetin në ndërtimtarisë në teknik në UP, jam fakultetin në arkitekturës në UBT edhe në shkenca politike integrimi evropian në NISEPI. Zeqa deri sot se ka tregu, u tregu shumë modest dhe se ka tregu që i ka 3 fakultete dhe na veto befasum. Pyetjet cilat me i bane, juria i lërsej ma shumë se kishin bëjnë ma shumë ka shkolla dhe gjitha o lidheshin me fakultetet që i kamën. 3 fakultete për njëjtën kopis. Unë kisha thonë me shtim punë me një. Deri stash s'kemi pas në farë probleme, ka qenë mirë, kemi krejt qatë shpirtin shoqëror për mëna njëni tjetërit. Jemi karaktere të ndryshme, por gjithsesi në shoqëri po gërshëtohen shumë mirë dhe po kalojmë shumë mirë. Ishin gjithë inteligjent dhe gjithë ishin në fakultetet e tyre sukses shumë. Faktikisht që ka mu e lam me kuptu është që juria e kanë përfaqësu pjesën më të madhe të popullit. Njerëzit nuk duhet me paragjyku vetëm bazë të dukjes, pamjes, por duhet me shko dhe karakterin për i mbranda. Unë mendoj që këtu paragjykime kanë qenë të pa drejta. Mbi gjitha, juria është profesionale, ajo ka vendosur, normal që janë fair, janë drejta. Kam kalu, thuja, në post pikëve mas keqe, nëse më thonë. Po gjithsesi gjendja nuk është fare pa shpresë për shkak se po shpresoj që në të ardhmen ti i rekuperoj, domethënë në lojrat e tjera. Jena të kalu mirë dhe po besoj që çdo ka me vazhdu. Kurse ne vazhdojmë me sfidat e ardhshme në javën e ardhshme për t'i lënë rast edhe garuzëve tjerë me e mbrizë Zeqirin edhe ndoshta edhe me te kalu. Faleminderit shumë juria për ndihmën dhe paragjykimet e padrejta që keni bërë. Edhe shihemi javën e ardhshme. Faleminderit. Javën tjetër, ndiqni episodin e 3 të Pun në lagjën time është një korporat. 8 garuesit teston për herë të parë për aftësitë e tyre hulumtuese dhe prezantuese. A do të mundet Nimani me dalë prej minusit apo ka me u zhytë edhe më thellë? A do t'ja vjedh Zeqa zemrat e jurisë sërish? Për më tepër javën tjetër në KTV dhe ripost.net.